5 persona, të cilët dyshohet se si pjesëtar të formacioneve policore serbe, morën pjesë në masakrën e Reçakut, janë arrestuar në orët e para të mëngjesit në kuadër të një operacioni të përbashkët të Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës të koduar Reçaku 2. 4 prej të arrestuarve janë ish pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, tashmë në pension, ndërsa njëri prej tyre dyshohet se ishte mobilizuar në formacionet policore serbe gjatë luftës në Kosovë. Detajet e operacionit u bën të ditura në një konferencë për medje nga prokurori special Ilir Morina dhe drejtori i drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës në Policinë e Kosovës, Major Bashkim Spahiu. Sipas prokurorisë, të arrestuarit dyshohen se kanë qenë pjesëtar të njësive speciale të Policisë së Serbisë dhe se kanë marrë pjesë në operacionin e 15 janarit të vitit 1999 në fshatin Reçak. Hetimet për këtë rast kanë vazhduar edhe pas ngritjes së aktakuzës së parë për masakrën e Reçakut në fund të vitit të kaluar. Pasi kemi siguruar provat mjaftueshme dhe kemi konsideruar që ekziston dyshimi i bazuar lidhur me këta persona, kemi bë kërkesë tek gjyqtari i procedurës paraprake në departamentin special të gjykatës themelore në Prishtinë, ku kemi kërkuar urdhër arrestin dhe urdhër mbastisjen ose urdhër kontrollin. Gjykata ka aprovuar kërkesën tonë dhe ne sot, në orët e hershme të mëngjesit, së bashku me policinë, kemi ekzekutuar urdhrin e gjykatës, me që rast kemi arrestuar 5 persona. Të gjithë këta persona janë persona të përfshirë në kryerjen e masakrës së Reçakut. Drejtori i drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës në Policinë e Kosovës, Bashkim Spahiu, tha se të arrestuarit janë serb, shtetas të Kosovës, ndërsa një person tjetër i dyshuar nuk ka arritur të arrestohet. Gjatë mbastisjeve, autoritetet thonë se kanë sekuestruar edhe prova që konsiderohen të rëndësishme për hetimin. Një armë artizanale, një uniformë ushtarake dhe policore disa pjesë dhe pjesë të ndryshme të uniformave, bezh i uniformës policisë serbe, një palë pronga, një shufer policisë dhe një sinjalizues për ndalesat në trafik të veturave, 43 fishek të kalibrave të ndryshëm, mask për mbrojtje nga mjetet kimike, çantë ushtarake, dokumentacione që konfirmojnë angazhimin e tyre në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë gjatë kohës dhe periudhës luftës. Prokuroria tha se identifikimi i të dyshuarve është mbështetur në një sër materialesh filmike dhe dokumentare, përfshir incizime të publikuara ndër vite nga RTK-ja, si dhe nga media tjera ndërkombëtare. Në masakrën e Reçakut të kryer më 15 janar të vitit 1999, nga forcat policore dhe ushtarake serbe u vran 45 civil shqiptar. Ky krim i cilësuar gjerësisht si krim kundër njerëzimit, përfshiu vrasjen e burrave, grave dhe fëmijëve dhe shënoi një pikë these në angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Autoritetet thanë se hetimet në kuadër të operacionit Reçaku 2 do të vazhdojnë edhe më tutje.